Përshëndetje në emrin e çmuar të Jezusit. Vëllezër dhe motra, ju uroj gëzuar Pashkën. Krishti është Pashka jonë. Ndihemi privilegjuar të ndaj fjalën e Zotit me ju në këtë ditë feste. Unë e kam marrë këtë mesazh nga e para Korintasve kapitulli 5 dhe vargu 7. Vargu 7 thot: "Hiqni pra majan e vjetër, që t'jeni një brum i ri, si t'jeni pa maja, sepse Pashka jonë, që është Krishti, u flijua për ne." Unë dua që të gjithë për jush të mendoni lidhje me këtë mesazh sot. Krishti u flijua për ne. Krishti është Pashka jonë. Besimtarët në Testamentin e Vjetër e festonin Pashkën përpara se ne besimtarët e Testamentit të Ri, përpara se të krishterët ta festonin Pashkën. Le të shikojmë Pashkën e parë, Pashkën për cilën Perëndia u foli bijve të Izraelit. Tek Eksodit kapitulli 2, vargjet 1 deri në 13, fillimisht do lexojmë vargu 1 deri në 2. Zoti i foli Mojsiut dhe Aaronit në vendin e Egjiptit duke u thënë: "Ky muaj do të jetë për ju muaj më i rëndësishëm. Do të jetë për ju muaj i parë i vitit." Pashka ndodhi gjatë muajit Abib, më vonë i quajtur Nisan në kalendarin hebraik, që përkon me periudhën mars-prill. Dhe Zoti i foli popullit Izraelit që ky muaj do të ishte muaji më i rëndësishëm. Do të jetë muaji i parë i vitit, pra do të ishte muaj që hapte komplet vitin, sepse Pashka kishte një mesazh të rëndësishëm. Pashka hapte fillimet e reja. Çfarë Jezusi bëri për ne? Gjatë kohës që ai vdiq u varros dhe ngjall, kur ai e flijoi veten e tij përpara Perëndisë, na bën ne që të fillojmë një jetë të re. Dhe është koha më e rëndësishme, është vendimi më i rëndësishëm për një besimtar. Është vendimi më i rëndësishëm që e mundson një besimtar që pastaj të kalojë pjesën tjetër të jetës në mënyrën e duhur. Kur ti merr një vendim për Krishtin, kur ti e pranon flijimin e Perëndisë në jetën tënde, ky është vendimi më i rëndësishëm. Kjo është gjëja e parë që ti duhet të bësh në jetën tënde. Dhe nëse e ke bërë, është gjëja më e rëndësishme që ti ke bërë ndonjëherë në jetën tënde. Vargu 3, Perëndia i jep instruksione Mojsiut se çfarë duhet bënte gjatë kësaj feste. I thoni gjithë asamblesë së Izraelit, ditën e 10 këtij muaji, pra i dha një ditë specifike brenda muajit të parë të vitit. Çdo burr të marrë me vete një qengj sipas mallësisë së familjes të datit, një qengj për shtëpi. Por në qoftë se shtëpia është tepër e vogël për një qengj, le të marrë së bashku me fëmijën e tij, ta marrë një së bashku me fëmijën e tij të afërm, duke llogaritur numrin e personave. Ju do të përcaktoni sasinë e qengjit të nevojshëm në bazë të asaj që çdo njeri mund të hajë. Vargu 5 thot: "Qengji juaj do të jetë 5 meta, mashkull, motak, pra do të ishte motak 1 vjeçar, i qengj i ri, mund të merrë një qengj ose një kec." Perëndia i dha instruksione Izraelit, u dha udhëzime popullit Izraelit se si duhet ta festonin Pashkën. Dhe festa e Pashkës rrotullohej rreth një qengji. Secila familje duhet merrte një qengj, por qengji duhet të ishte 5 meta, pra nuk duhet të ishte smundje, duhet të ishte mashkull, duhet të ishte motak, mund të merr një qengj ose një kec, në varësi domethënë të mundësive të tyre. Dhe Perëndia na tregon që në Pashkën e parë një pamje të asaj që do vinte, sepse kur gjën pak zori pa Jezusin duke ardhur, ai tha: "Ja qengji i Perëndisë që heq mëkatin e botës." E shkrimi na tregon që në gojën e tij nuk u gjet mëkat. Ai nuk bëri pa udhësi, ai ishte perfekt, ai ishte pa meta. Jezus Krishti është qengji i Perëndisë që heq mëkatin e botës. E gjithë Pashka sillet, rrotullohet rreth personit Jezus Krishtit. E gjithë Pashka sillet rreth një individi, jo rreth ngjarjes, jo rreth veprimtarive, jo rreth besimtarëve, por rreth Krishtit. Tek e para Pjetrit kapitulli 1, vargjet 17 deri 21, në Testamentin e Ri na thuhet: "Dhe në qoftë se thërrisni si atë që pa favorizuar njëri, pra Perëndin, gjykon sipas veprës së gjithë secilit." Në qoftë se thërrisni Perëndin si atë që pa favorizuar njëri, gjykon sipas veprës së gjithë secilit, kalojeni kohën e shtektimit tuaj mbi dhe me frikë, duke ditur se ma gjërash që prishen si argjendi ose ari,
jeni shpenguar ose çliruar nga mënyra e kotë e tjeturit të trashëguar nga etërit, por nga gjaku i çmuar i Krishtit, si të qenjë të patmet dhe të panjoll, të paranjohur përpara krijimit të botës, por të shfaqur kohët e fundit për ju, që nëpërmjet tij të besoni në Perëndim, që i ringjalli prej së vdekuris dhe i dha lavdi, që besimi juaj dhe shpresat jenë në Perëndim. Bibla thot që Jezus Krishti ishte qengji i patmet dhe të panjolla, i paranjohur përpara krijimit të botës. Perëndia kishte paracaktuar Krishtin përpara krijimit të botës, që do vinte një ditë, ai e dinte që do vinte një ditë që qengji i Perëndis, qengji i panjoll, qengji i pamëkat i Perëndis do vinte dhe do flijohej për mëkatet e njerëzve. Ai do ishte pashka jon, me qëllim që ne të mos përjetonim vdekjen, ndarje nga Perëndia, me qëllim që ne të futeshim në familjen e Perëndis, e të mos shkonim në dënim të përjetshëm, po të kishim shpërblim të përjetshëm. Le të shkojmë përsëri tek Eksodi kapitulli 12, le të lexojmë vargjet që lam pa lexuar, do lexojmë nga vargu 6 e tutje. Perëndia i tha popullit Izraelit gjithashtu: do ta ruani deri në ditën e 14 të këtij muaji, pra ishte një ditë specifike, dhe tërë asambleja e popullit Izraelit do ta therrë në të ngrysur. Pastaj do të marrë nga ai gjak edhe do ta vërë mbi shtalkat dhe mbi arkitraun e shtëpive ku do hanë. Pa Perëndia i tha që qengji duhet therrej në të ngrysur. Ne shikojmë një pamje eksakte në tipologjinë e shkrimeve. Ky qengj tregon, simbolizon Jezus Krishtin, i cili u therr për ne. Bibla na thot tek libri Isaias që ai shkoi si një qengj në thertore dhe nuk e hapi gojen. Shkoi përpara atij që e qethin dhe ai nuk e hapi gojen. Jezusi vdiq në vendin ton, zuri vendin ton dhe gjaku i tij, jeta e tij do derri për ne, me qëllim që ne të shlyeshim, që fajet tona të shlyeshin, me qëllim që ne të kishim marrëdhënie me Perëndin. Perëndia e tha që do ta therrni në të ngrysur. Nëse shikoni të gjitha vargjet me detaje, ju do shikoni një pamje perfekte të asaj që ndodhi në kryq, gjatë kohës që Jezusi u kryqëzua, dhe udhëzimet pastaj është sepse që ata duhet merren pak nga ai gjak për ta vënë mbi shtalkat dhe mbi arkitraun e shtëpive ku do hanin. Perëndia e tha që jo vetëm do hanin mishin e qengjit, por do të merrnin pak nga ai gjak dhe do ta vendosnin mbi shtalkat dhe arkitraun e dyrëve të shtëpive ku do hanin. Tani shtalkat dhe arkitrau ishin pjesë druri që mbanin në derë. Domethënë njëra ishte horizontale edhe tjetra ishte vertikale. Një pamje po dy drujt, arkitrau dhe shtalkat, do aplikonin gjak mbi shtalkat dhe mbi arkitraun. Kjo është një pamje perfekte e gjakut që u derë në kryqin e Kalvarit. Pra shtalkat dhe arkitrau përbën një pamje të kryqit, vertikalisht dhe horizontalisht, sepse Perëndia e dinte. Perëndia e kishte parapar kryqin e Jezus Krishtit dhe po ju tregonte në një formë simbolike, po ju tregonte çfarë do ndodhte në kryq. Gjaku i Jezus Krishtit, i cili vdiq për ne, u derdh për ne. Ai gjak u derdh në kryqin e Kalvarit, sepse në kryq ai u dënua për diçka që ai nuk i kishte bërë. Ne ishim fajtorët, ne ishim ata që duhet të dënoheshim, por Perëndia dënoi Krishtin për ne. Qengji këtu ishte i papaj, por u therr për njerëzit. Jezus Krishti u therr për njerëzit. Dhe vargu 8, Perëndia u thot popullit Izraelit, thot Mesiut, thot do han mishin e pjekur në zjarr, po atë natë. Do ta han zjarri, personifikon zjarri është simboli i zëmrimit. Zjarri është simbol i dënimit, i gjykimit. Gjykimi i Perëndis ra mbi Krishtin me qëllim që ne të marrim faljen. Gjykimi i Perëndis ra mbi Jezus Krishtin dhe ai përjetoi zjarrin e therrit, që ne të përjetonim kënaqësitë e jetës së përjetshme, shpërblimin e jetës së përjetshme. Thot po atë natë, do ta han me bukë pa maja dhe me barishte të hidhura. Majaja në shkrime është simbol i mëkatit. E shkrimi thot do ta hani bukën, do ta hanin mishin me bukë pa maja. E njëjtja gjë portretizohet tek e para Korinthësve kapitulli 5 dhe vargu 7, vargu që ne e lexuam në fillim.
Hiqni pra majan e vjetër, që t'jeni një brum i ri, si t'jeni pa maja. Pra ne, besimtarët, jemi një brum i ri pa maja, pa mëkat. Sepse Pashka jonë që është Krishti u flijua për ne. Pra udhëzimi gjatë kohës së Pashkës ishte që ata duhet ta hanin mishin me bukë pa maja dhe me barishte të hidhura. Barishtet e hidhura janë simbol i vujtjeve të Krishtit në kryq. Ishte e hidhur që ai të ndahej nga Ati Perëndi. Prandaj ai u lut, ndërkohë që ishte në Getsemani, ai tha, Perëndia im, në Getsemani, nëse është e mundur, largoje këtë kuk prej meje. Por jo vullneti im, por vullneti jot. Ai vujti në kryq, ai u të shpua në kryq, ai u gëzhdua në kryq. Ai u të shpua për shkak të shkeljeve tona, thot shkrimi. U rra për shkak të paudhësive tona. Dhe ne e të konsideronim si të braktisur nga Perëndia. Por i pëlqeu Perëndis të vendoste mbi të gjitha mëkatet tona, të gjitha smundjet tona, të gjithë varfërinë tonë, çdo gjë që ne kishim marrë me anë të mëkatit e vendosim mbi Jezusin. Që ne të marrim çdo gjë që Jezusi kishte marrë me anë të drejtësisë. Ne morëm bekimin e tij. Ai mori mallkimin ton. Ne mori mëkatin, ne morëm bekimin e tij, ne morëm drejtësinë e tij dhe ai mori mëkatin ton. Ne morëm shërimin e tij, ai mori smundjet tona. Ne morëm mohimin e tij, ai mori pranimin ton. Çdo gjë që ne ishim, Krishti e mori në kryq. Udhëzimi tjetër ishte që nuk do ta hani fare mish të gjallë apo të zirë me ujë, por të pjekur me zjarr, me kokët, këmbët dhe të brendshme. Pra, i gjithë qengji do vendosej në zjarr, që simbolizon edhe një herë gjykimin. Vargu 10 thotë, nuk do lini asnjë mbetje deri në mëngjes. Dhe çdo mbetje deri në mëngjes do ta digjni me zjarr. Udhëzimet do të ishin që gjithë familja do merrte pjesë nga qengji, nga komplet qengji, nuk do mbetej asgjë, dhe nëse do mbetej diçka do digjej në zjarr. Pra ata do të ishin pjesëmarrës të komplet trupit të qengjit. Ne do të jemi pjesëmarrës të Krishtit. Krishti tha, nëse hani mishin tim, nëse nuk hani mishin tim dhe nuk pini gjakun tim, nuk keni jetë në vetvete. Krishti është fjala. Kur ne marrim pjesë prej fjalës Perëndis, kur ne marrim fjalën e Perëndis, fjala e Perëndis na jep jetë. Fjala e Perëndis na jep jetë të përjetshme. Vargu 11 thotë, do të hanin këtë mënyrë, i ngjeshur dhe sandale mbathur, me bastumin tuaj në dorë, do të hanin me nxitim se është Pashka e Zotit. Ata do të hanin gati, sepse kur të hanin nga Pashka, pastaj çfarë do bënte Zoti, do sillte gjykimin mbi Egjipt, edhe populli i Izraelit do dilte nga toka e skllavërisë nga Egjipti, do dilte nga toka e robërisë, do dilte nga sistemi i botës. Prandaj do të ishin i ngjeshur dhe sandale mbathur, gati me bastumin në dorë, do hanin me nxitim, sepse është Pashka e Zotit. Atë natë unë do të kaloj, thot Zoti, nëpër vendin e Egjiptit dhe do të godas çdo të palindur në vendin e Egjiptit, qoftë njeri apo kafsh, do të jap hakun gjithë perëndive të Egjiptit. Kjo ishte domethënë një hakmarrje dhe vazhdon thot unë jam Zoti. Kjo ishte një hakmarrje e të gjitha perëndive të Egjiptit. Perëndia thot do t'ju jap hakun gjithë perëndive të Egjiptit. Çfarë do ndodhte? Zoti do kalonte nëpërmjet vendit të Egjiptit dhe do të godiste çdo të palindur të Egjiptit. Pra, Zoti do kalonte dhe do lejonte engjëllin e shkatrimit të vepronte mbi secilin të palindur të Egjiptit. Thot vargu 13 thot, dhe gjaku do të jetë për ju një shenjë mbi shtëpinë ku ndodheni. Kur unë të shoh gjakun, do të kaloj tutje. Nuk do të ketë plagë mbi ju për t'ju zhdukur kur të godas vendin e Egjiptit. Pra plagët do vinin mbi vendin e Egjiptit, kur vendi i Egjiptit të goditej me plagë ose ndryshe smundje, ose ndryshe vdekje. Por Zoti thot gjaku do të jetë një shenjë mbi shtëpinë. Gjaku, vëllezër dhe motra, është një shenjë. Gjaku i Jezus Krishtit që u der për ne është një shenjë që ne jemi të shëjtëruar, që ne jemi të pastruar, që ne jemi të pranuar në familjen e Perëndis dhe vdekja nuk do na prek. Dhe thot kur të shoh gjakun do të kaloj tutje dhe ne shikojmë, nëse shikoni me detaj historinë, kur engjëlli i vdekjes do kalonte, do shikonte shenjën e gjakut, atëherë do kalonte tutje ose matan. Fjala Pashk vjen nga hebraishtja që do thot Pesak,
që do të thotë të kalosh tutje. Kjo është ideja e fjalës pashk. Pashk do të thotë të kalosh tutje. Kur engjëlli i shkatrimit do shikonte gjakun e aplikuar mbi dyert e popullit të beslidhjes, atëherë do kalonte matan, do kalonte tutje, dhe çdo shtëpi që nuk ishte shenjën e gjakut do goditej, do prekej nga vdekja. Çdo njeri sot që nuk ka të aplikuar gjakun e Jezusit mbi jetën e tij, që të thotë nuk e ka pranuar gjakun e Jezusit si metoda e vetme për të shpëtuar, si metoda e vetme për të shpëtuar vdekjes, për të shpëtuar shkatrimit, për të mos shkuar në zjarrin e Gehenës, në zjarrin e ferrit, por për të pasur jetë përjetshme, për të pasur përdallim dhe shpëtim të përjetshëm, është nëpërmjet gjakut të Jezusit, sepse nuk ka mënyrë tjetër. Të gjithë kanë mëkatuar, janë privuar, janë larguar nga lavdia e Perëndis. Por Perëndia na ka shpenguar, na ka çliruar, na ka shfaqsuar falas me anë të Jezus Krishtit, gjaku i Jezus Krishtit. Ai ishte i pafajshëm, ne ishim të fajshëm. Gjaku i tij i pafajshëm u derë për fajet tona, me qëllim që ne të justifikoheshim përpara Perëndis, me qëllim që ne të pastroheshim përpara Perëndis, dhe kur shkatrimin, vdekja të shoh shenjën e gjakut, do kaloj tutje. Gjaku i Jezus Krishtit flet. Gjaku i Jezus Krishtit flet edhe sot e kësaj dite. Shpeshherë unë them për veten time, për familjen time, unë aplikoj gjakun e Jezusit mbi familjen time, dhe smundja, dhe epidemit, dhe gjërat e këqija që vijnë, dhe vdekja nuk do prek familjen time, do kaloj tutje. Aplikoni gjakun e Jezusit mbi çdo gjë që keni në pronësi, sepse jo vetëm gjaku i Jezusit do mbronte të parlindurin e njerëzve, por të parlindurin e bagëtive. A do mbronte posedimet e tyre, gjërat që ata kishin, do i mbronte nga plagët. Gjaku i Jezus Krishtit siguron mbrojtje. Gjaku i Jezus Krishtit siguron shpëtim. Gjaku i Jezus Krishtit siguron siguron jetë. Pra na jep ne siguri në çdo aspekt. Nëse shikoni më vonë pasaj tek vargjet 21 deri 23, Mojsiu pra thirrë gjithë pleqtë e Izraelit dhe u tha atyre: shkoni dhe merrni qengja për ju dhe për familjet tuaja dhe flijoni pashkët. I quan pashkët flijim. Jezus Krishti e flijoi veten e tij, e dha veten e tij si sakrificë përpara Perëndis, me qëllim që ne të shpëtoheshim, me qëllim që vdekja të mos na prekte. Vargu 22 i thot: pastaj do të merr një tuf hisopi dhe do ngjyeni në gjakun që është në legen, dhe me gjakun që është në legen do spërkatni arkitraun dhe 2 shtalkat e dyrëve. Dhe asnjë për jush nuk do dal nga dera e shtëpisë së tij deri në mëngjes. Hisopi është simbol i pastrimit, sepse Psalmi 51 vargu 7 thot: më pastro me hisop dhe do të jem i pastruar, më laj dhe do të jem më i bardhë se bora. Pra, bima e hisopit, tufza e hisopit që do spërkatej në gjak, tregon fuqinë pastruese të gjakut të Jezusit. Fuqinë mbrojtëse, fuqinë shpëtuese të gjakut të Jezusit. Por Perëndia e tha: asnjë për jush nuk do dal nga dera e shtëpisë së tij deri në mëngjes. Për sa kohë do të ishin brenda shtëpisë ku ishte aplikuar gjaku, do të ishin të sigurt. Kur të dilnin nga konturet e gjakut, kur të dilnin nga mbrojtja e gjakut, kur të dilnin nga vija e gjakut, atëherë vdekja do të mundi të prekte, edhe pse nuk ishin egjiptas, po ishin izraelit. Ne shikojmë më vonë që nga Egjipti dolën, domethënë hebrejt dolën të gjithë ata që kishin aplikuar gjakun tek shtëpia e tyre. Për sa kohë je në mbrojtjen e gjakut, për sa kohë je brenda konturave të gjakut, je i sigurt. Gjaku i Jezus Krishtit na ndihmon. Gjaku i Jezus Krishtit na mbron nga aksidentet. Gjaku i Jezus Krishtit na mbron nga smundjet. Gjaku i Jezus Krishtit i aplikuar në jetën tonë mand të besimit, na mbron nga fatkeqësitë. Prandaj aplikoni gjakun e Jezusit në jetën tuaj, në gjërat që ju keni, në pasuritë tuaja. Aplikoni gjakun e Jezus Krishtit çdo gjë që është në posedimin tuaj. E thuaj, aplikoj gjakun e Jezusit mbi shtëpinë time, mbi fëmijët e mi, mbi tarrat e mia, mbi çdo gjë që posedoj, sepse gjaku i Jezusit është më i fuqishëm se çdo gjë që vdekja sjell në jetën tonë. Asnjë gjë, asnjë demon, asnjë frymë që sjell vdekje nuk mund ta anashkaloj, nuk mund ta kaloj
vjen e gjakut. Nuk mund ta kaloj gjakun e Jezusit. Pastaj vargu 23 thuhet, sepse Zoti do të kaloj për të goditur egjiptasit. Po kur të shoh gjakun mbi arkitraun dhe 2 shtalkat, Zoti do të kaloj me tej derës, pra do të kaloj tutje, dhe nuk do lejoj shkatrusin të hyjë në shtëpitë tuaja për të goditur. Në fakt nuk ishte Zoti ai që po e bënte këtë gjë. Mënyra biblike se si flitet duket sikur Zoti ishte autori i këtij shkatrimi. Por në fakt foljet e përdorura nuk janë në sensin shkaktues, janë në sensin lejues. Zoti thot Zoti do të kaloj me tej derës dhe nuk do të lejoj shkatrusin. Kjo frymë që po kalonte nuk ishte fryma e Zotit që solli vdekje, por ishte një shkatrusi, kudo në Bibël është personifikim i Satanit, i frymave të liga. Zoti do lejonte që vdekja të kalonte nëpërmjet Egjiptit dhe do prekte vetëm shtëpitë ku nuk ishte aplikuar gjaku. Dhe thot do të lejoj shkatrusin të hyjë në shtëpitë tuaja për të goditur. Por shkatrusi nuk mund të hyjë në shtëpinë tënde për të goditur ty, për të goditur me fatkeqësi, për të goditur me smundje, për sa kohë ti ke besim të gjakut. Shumë besimtarë nuk e dinë fuqinë e gjakut. Nuk e dinë se çfarë kanë. Nuk kanë fuqi besim tek fuqia e gjakut. Dhe nëse ti nuk e beson fuqinë e gjakut, nuk e ke aplikuar, sepse fuqia e gjakut aplikohet mbi derën e jetës tënde, mbi derën e shtëpisë tënde në sensin figurativ, kur ti beson te gjaku. Hebrejt kapitulli 11 dhe vargu 28, Bibla thot, me anë të besimit kremtoi Pashkën, duke folur për Mojsiun, falni. Kremtoi Pashkën ose festoi Pashkën dhe bëri spërkatjen e gjakut, me qëllim që ai i cili vriste të palindurin të mos ngiste ata të Izraelit. Vdekja nuk do të ngas ty, smundja nuk do të ngas ty, në qoftë se ti beson tek fuqia e gjakut, në qoftë se ti shpall gjakun e Jezusit dhe çliron besimin tënd. Kur ti çliron besimin tënd tek gjaku i Jezusit, është njësoj si Izraelit dikur aplikuan gjakun mbi arkitraun dhe shtalkat e dyrave tyre, dhe vdekja kur të kaloi, do shikoj gjakun dhe do kaloj tutje. Kjo është Pashka jon. Pesak të kalosh tutje. Jezus i flijua për ne, që çfarë? Që vdekja të kaloj tutje dhe ne të kemi jetë. Hebrejt kapitulli 12 dhe vargu 24 thot, dhe Jezusit, ndërmjetësit të beslidhjes së re dhe gjakut të spërkatjes që flet më mirë se ai Abelit. Gjaku i Abelit fliste hakmarrje. Gjaku i Jezus Krishtit flet falje, flet për justifikim. Gjaku i Abelit fliste për drejtësi sepse u vrau nga vllau i tij. Gjaku i Jezus Krishtit flet për falje dhe pranim. Tek e para Pjetrit kapitulli 1 dhe vargu 2 thuhet, dhe të zgjedhurve sipas paranjohjes së Perëndis, atit me anë të shëtërimit frymës, për të bindur dhe për të spërkatur me gjakun e Jezus Krishtit, hiri dhe paqja u shtoft mbi ju. Dhe një herë, për të bindur dhe për të spërkatur me gjakun e Jezus Krishtit, ne u caktuam nga Perëndia të spërkateshim me anë të gjakut të Jezus Krishtit, dhe Bibla thot hiri dhe paqja u shtoft mbi ju. Të gjithë atyre që janë shëtëruar me anë të frymës, për të bindur dhe për të spërkatur me anë të gjakut të Jezus Krishtit, Bibla thot hir dhe paqja u shtofshin mbi ju. Hiri dhe paqja e Perëndis janë mbi gjithë secilin që beson te Jezus Krishti. Dhe në qoftë se ti sot e kësaj dite thret tek gjaku i Jezusit, thret për gjakun e Jezusit, beson në emrin e Zotit Jezus, vdekja do kaloj tutje. Vdekja nuk do mund të prek dot. Krishti, vëllezër dhe motra, është Pashka jon. Ai u flijua për ne me qëllim që vdekja dhe çdo gjë që vdekja sjell me të kaloj tutje. Gëzuar Pashkën, vëllezër dhe motra, dhe hiri dhe paqja e Zotit Jezus Krisht qofshin mbi secilin prej jush.